Ministri e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro dhe Ministri për Pushtetin Vendor Arbian Mazniku dhanë mesazhe të rëndësishme për sezonin veror në kuadër të mbledhjes së Task Force-s së Turizmit dhe Këshillit Konsultativ Qeveri Vendore, Vetqeverisje Vendore. Ministri e Turizmit Mirela Kumbaro tregoi planin e masave për Bregdetin, duke sqaruar se dyfishimi i hapësirave publike sjell edhe më shumë përgjegjësi për bashkitë në procesin e pastrimit. Për këtë arsye, Ministri e Turizmit dhe Mjedisit edhe këtë vit do të mbështesë bashkitë bregdetare me forca të në kapacitetet e pastrimit. Kumbaro bëri thirrje gjithashtu bashkive që të mos neglizhojnë asnjë ankesë të qytetarëve, teksa paralajmëroi kontrolle në terren gjatë gjithë pikut të sezonit veror. Vetëm subjekte të cilët kanë një strukturë akomoduese, pra një bujtin, një hotel, sipas kategorive të certifikuara dhe të miratuara nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, mund të aplikonin për të menaxhuar stacione plazhi. Ka qenë një proces shumë i gjatë, një proces i vështirë, një proces të cilin do ta verifikojmë në terren në momentin që praktikisht fillon intensifikohet aktiviteti i plazheve. Është shtuar sipërfaqja e plazheve publike. Kemi praktikisht dyfishim të plazheve publike krahasuar me vitin e kaluar, të cilat shkojnë në përgjegjësi të drejtë për drejtë të bashkive për mirëmbajtje dhe për pastërti. Për të ardhur në ndihmë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit edhe si vjet do të vazhdojë me operacionin plazhe të pastra, duke shtuar numrin e bashkive, të cilat përfitojnë nga dyfishimi i mjeteve, forcave dhe operatorëve. Praktikisht është Bashkia Shkodër, Bashkia Durrës, Kavaj, Rrogozhin, Fier, Divjak, Vlorë, Himar, Sarandë. 2 bashki nuk janë pjesë e këtij procesi dhe do ta them pse, sepse janë 2 bashki që praktikisht ja kanë dalë dhe ja dalin vetë ta kryejnë këtë proces. Është Bashkia Lezhë, të cilën e mbështesim vetëm me grant, me cilën shton forcat e mirëmbajtjes dhe vazhdon të jetë një ndër bashkitë model për sa i përket pastërtisë në plazhe, dhe Bashkia e Pogradec që e ka shumë më të kufizuar aktivitetin dhe edhe ajo ja del vetë me forcat e veta. Por monitorimi në terren do të jetë njësoj për të gjitha bashkitë. Parashikojmë që do të jetë ndoshta detyra më e vështirë që kemi dhe kërkoj sensibilizimin e të gjithë aktorëve edhe për një arsye tjetër. Nuk është një gjë që mund ta bëj vetëm bashkia, shumë kollaj thuash e ka bashkia për detyrë. Ndërkohë, Ministri Mazniku e vuri theksin në vlerën ekonomike që turizmi sjell për bashkitë duke vënë theksin tek aspekti ekonomik. Vitin që kaloi turistët shpenzuan në Shqipëri diku pak më shumë se 5.5 miliardë euro. Prej këtyre, rreth 30% e këtyre parave shkuan për shërbime. Kryesisht bare, restorante, shërbime të nivelit. Edhe ky është një funksion i cili lidhet ngushësisht me bashkitë. Në shumë për elementeve të tyre, nga mënyra si funksionojnë baret, restorantet, ke cilësia e mënyrës si ofrojnë shërbimet, ke mënyra se si ato largojnë mbetjet që ngelin aty, ke mënyra se si aksesojnë qytetin. Pra dhe funksionimi i këtij sektori. Por nga tjetër ky sektor është dhe tej masa demokratik. Kjo të thotë që 30% e këtyre parave janë shpenzuar në bare, restorante, u kanë punuar kuzhinier, kamarier, mirëmbajtës, pastrues, njerëz që kanë punuar në këtë industri, të cilët janë qytetarë të bashkive respektive, pjesë më të madhe të tyre. 1/3 është shpenzuar në hoteleri, 30% është shpenzuar në hoteleri. Prap një sektor i cili është lidhur ngushësisht me funksionin e bashkive. 30% tjetër, pak më pak se 30% në fakt është sektori i tretë, po i afrova ke 30% që për t'i thjeshtuar janë shpenzuar për produkte agro-ushqimore, të cilat dhe këto janë të lidhura ngushësisht me qytetarët e secilës prej bashkive respektive, po dhe të gjithë vendit, dhe 10% janë shpenzuar për transport, që gjithashtu lidhet prap me funksionet e bashkive. Pra, teksa nganjëherë me drejt ministria vuri theksin e fakti që për shumë bashki turizmi është dhe për funksionet e bashkive është deri diku një formë halli, nevoja për të shërbyer këtyre njerëzve është një peshë ngarkuar në kapacitetet bashkiake, nga ana tjetër impakti që kjo ka në ekonominë e vendit, po dhe në ekonomitë e familjeve të qytetarëve tuaj është jashtëzakonshëm.